Një skandal ka ndodhur në fshatin Bogovin ku një person është kërcenuar me armë në mes të fshatit. Ndiqeni intervistin e tij, bëhet fjalë për Nebi Merin, Nebi Agën, ku sot, duke qëndruar në veturën e tij dhe duke konsumuar ushqim, pasi kesh marrë ushqim nga një pikë aty në fshat, është kërcenuar me armë dhe është bërë të Copa be. Të bosh copa be. Faleminderit. Hajde. Çfarë do të thosh? Çfarë do të thosh? Pala, si ndodhi ngjarja? Ti ishe në veturën tënde edhe? Unë isha në live stream, isha në TikTok, gjatë live streamit isha duke konsumuar ushqim, edhe u parku një makinë me targat e Shkupit, një Mercedes, edhe e hapi dritaren e në tha, Nebi Aga tha, ketë fala nga një person i TikTokit që kisha pas mos marrëveshje në TikTok disa muaj më parë, i njohur në TikTok, edhe tha ketë fala, tha, edhe ki suvozaci, do me thënë personi pasagjer, ishte me telefonin duke minqizuar, edhe shoferi automatikisht, kure më tha ketë fala dhe nëzori pistoletën, drejtoar nga unë. Unë ndërkohë isha live në TikTok. Potencojmë se sa ora ka ndodhur fiks ngjarja, në ora 4, në ora 16. Po, edhe u largon ato me shpejtësi nga ngjarja, u largon edhe unë vazhdova rrugën për shtëpi, duke vazhduar të poshtë për rrugës për shtëpi, pash se disa vetura ishin të thera në fshat, aty, edhe ndërkohë vishin disa foto, disa video. Në ndërkohë, Nebi Meri ka njoftuar miqtë e tij, njoftuar edhe pa cenzurën edhe njerëz të cilët edhe policinë, në të cilën kanë mundur të japin informacion për veturën me targa të cilët e ka fotografuar si dëshmi për ta pasur. Po. Në ndërkohë kemi informacion se e njëjta veturë ka thyer pikpagesën në Tetov dhe në Shkup. Tetov, Zhelin dhe Shkup, ndërkohë që më vishin mu videot, për arsye se unë nëzora automatikisht veturën, kjo veturë thash më ka bo atentat, e njoftova edhe policien, e ndërkohë miqt më tregojshin, do me thonë se ku gjendet vetura për momentin, kjo është e gjitha, do me thonë, unë gjehem shumë i kërcenuam dhe i friksohem normal, se unë isha në live stream për qef, ajo ma drejtoj armën, çdo njeri i friksohet sepse arma është e nxehtë, është. Edhe për unë besoj që s'kam asnjë problem. Ai personi cili më tha mu që ketë fala nga filoni, unë i kom zgjidh problemet me atë personit dhe nuk kom problem. Kto ishin thjesht kërcenimet kota, po normal edhe unë ndjehem i friksoar. Tash midis fshatit, të më vije dikush me armë, të nejt për pikër qefit, kjo është skandali më i madh në botë që ato ndodhet. Okej, një pyetje tjetër, a i kishe parë ndonjëherë ti këto di persona dhe nëse ishe, a i identifikon se cilat janë? Po, identifikoj, këto ishin mosha e reja, do me thonë, po është nalt 25 deri 28 vjeçar, ishin njëni inqizonte, tjetri shoferi ishte me pistolet, do me thonë drejtuar pistoletën meje, tjetri inqizoj. Makinë ndejtën, nuk më dollën për makina, kjo është. Rasti është denoncuar në polici, presim që të identifikohen autorët, për shkak se policia ka shumë të lehtë të identifikojë autorët. Të gjithë ngjarja është në kamera, pasi të njëjtët kanë shkuar nga Bukovina deri në Shkup, identifikimin e kemi, tabelat i kemi, vetura është, pra duhet thjesht policia ta bëjë punën e saj.